Po është normal se rritja e çmimit energjesave reflekton rritjen e gjitha çmimeve produkteve, po sidomos te kosto e transportit, duke pas parasysh se lande e parë kryesore te transporti është nafta, e cila normalisht që ka një rritje prej diku 30% të çmimeve të transportit. Sa i përket çmimet e produkteve, duke pas parasysh se ne jemi tregtar dhe ai transporti në çmimin e përgjithshëm ka një vlerë më të vogël, nuk ka një lëvizje të ne barëm nuk I kemi lëviz çmimet, për momentin mundohemi të mbajmë në sozat që kanë deri tash, po ka paralajmërime nga furnizuesi që do të ketë lëvizje dhe rritje të çmimeve, duke pas parasysh se ato landet e para transportohen me kosto të transportit më të ngarkuar që do të reflektohet edhe në çmimin e produkteve. Ne jemi importues nga shumë vende të botës, jemi edhe distributor të prodhuesve të mregjshëm, po partnerët kanë paralajmëruar se do të ketë lëvizje të çmimeve, po jo lëvizje drastike. Do të ketë diku 5-6% rritje të çmimeve. Ne në kalkulimet tona do të mundohemi të mbajmë në nivelin e rentabilitetit, nësisht pjesërisht fitimit ton të vlerojmë që mos I rrisin çmimet derisa do të mundemi ta bëjmë këtë. Kështu që do një rritje drastike çmimeve të produkteve ne që I distribuojmë, nuk besoj që do të ketë. Sa I përket pjesës zinxhirit furnizimeve, do të mos parasysh se edhe ne kemi produkte që importojmë nga vendet e oqeanike dhe për momentin nuk kemi pengesa në furnizimin e produkteve dhe besoj se edhe në periudhën e ardhshme nuk do të kemi pengesa në furnizimin në sasitë që I kemi planifikuar që t'i liferojmë në treg. Them për kompaninë tonë, po besoj që edhe për të tjerët nuk ka ndonjë paralajmërim të bllokadave apo ndërprerjes së furnizimit. Produktet në të cilat transporti ka peshë më të madhe në kosto më të lartë në çmimin, në kalkulimin e çmimit produktit, të janë transportet e mallrave produkteve që janë me pesha më të rënda. Produktet elementare, po ne duke pas parasysh që këto produkte që janë ushqimore janë në regionin mas afërti dhe vlera e transportit në çmim është më e ulët. Shikmisht nuk ka njësoj të paguhet transport qumshit nga Bosna për në Maqedoninë e Veriut, ose të transportohet për ndonjë vendi të furnizohet për ndonjë vendi të oqeaniku çmim, vlera e transportit e ngarkon ose nga Evropa të themi që kështu që mbas çmimet do të lëvizin te artikujt që kanë vlerë në njësi matëse më të ullët, ose në një krahasim nëse bëhet, çmimi mund të lëvizet te qumshi, po nuk mund të lëvizet te kashkavalli ose te djathi. Për shkak se transporti në çmimin e atij artikulli është në përqindje më të vogël. Këto janë ato që ku do të ketë ndikim. Ajo që do të them është që sido që tjetë, ne si kompani I kemi marrë masat paraprake që t'jemi në vijen e rentabilitetit, duke marrë në kurriz tonin edhe një pjesë të argjimeve që reflektohen te pjesa e transportit. Është ana tjetër se qeveria dhe politika do të jetë si qelë dhe të jenë mirë, është me rëndësi të jemi të furnizuar me derivate. Ajo që do të kish bloku limitimi I sasive,
kemi të furnizuar edhe mundësisht të lirohen derivatet edhe produkte, sidomos produktet ushqimore, ku të angojnë standardin e popullatës, duhet të lirohen komplet nga ngarkesat doganore, akcizat, tatimet. Ka një pjesë të tatimeve që ngu para 2 vjetë, 3 vjetë, do të rikthejnë para në artikujt bazë, thejnë nga 10 në 5%. Pjesa e artikujve të produkteve të qumshit edhe të artikujve ushqimor, që nga 2012 Maqedonia nuk ka zvoglu tarifa doganore, një pjesë kanë edhe akciza, të dogana dhe prelevmane, një pjesë shkojnë me kontingente në momentin ku ka munges në treg, nuk ja vlen kufizimi i kontingenteve, duhet jetë furnizimi i lirë, që konsumatori të mund të zgjedh në kualitet edhe në shmim me një konkurrencë të mirëfillt. Këto janë masat që duhet të marrë, janë të kontraproduktive, masat që merë të qeveri tjera, edhe pjesërisht kjo qeveri, që u binë se ishte kontraproduktive, masat që i merë në limitimin e çmimeve apo limitimin e marzhave të ajo ishte kontraproduktive, nuk ka efektet më të mirëfillta janë lirimi i lirë i importit, duke mbajt llogari në kontrollën e kualitetit të produktit, sidomos ushqimore, po edhe të produkteve tjera konsumi gjerë, edhe lirimi nga ngarkesat doganore, tatimore dhe ngarkesa edhe jo tarifore që në jetën e përditshme në jasim së Kompanitë tona kanë kapacitetin e limituar të stoqeve që mund të mbanë, dhe është fizikisht po dhe financiarisht. Tregu jonë është treg komplet i varur prej regionit dhe edhe ma gjerë. Dhe ne është e pamundet mos reflektohen në të rrethana, sado që t'jemi të përgatitur të mbash stoqe për kuptim, do të gjindë zgjidhje si çdo situatë palakunshme që ka qenë më përpara, të gjindë zgjidhje, nuk ka nevojë të kenë stoqe as në për shpi, as në për depo. Për momentin vlerësimet tona janë duke pas parasysh se jemi të shtrirë në gjitha kontinentet nga furnizim madh. Nuk ka sinjale që mund ketë pengesat të lëvizjes madhe. Do të thonë, furnizimi do të jetë normal, dhe besoj se do të jetë normal. Edhe në të ardhmen, që nuk ka nevojë që të ketë stoqe jashtë asaj që kanë kapacitet vetë kompani. Dhe nuk do të jetë edhe e arsyeshme, duke mbas parasysh se do të duhet mbajt llogarinë edhe në finansimin, në kostën që duhet paguajsh në stoqet edhe kështu me radhë, nuk ka nevojë të lidhësh shmive për ato qëllime. Besoj se Maqedonia në sidomos 20 vjeçarin e fundit, mbas të standardeve që janë të parapamen për rezerva shtetërore, i plotson ato standarde dhe nuk jo vetëm produkte ushqimore, se ke produkte të energjeseve dhe produkte tjera që janë të nevojshme si rezerva shtetërore në situatat krizës, dhe mbas të standardeve evropiane që janë edhe këto sasitë e sakta, nuk e di edhe janë publike, po nuk i di, po nuk ka pas asnjëherë kontest apo problem të një send rreth rezervave shtetërore. Dhe besoj se rezervat shtetërore asnjëherë edhe nuk janë përdorur të produktet ushqimore, po janë përdorur çdo për të rirje, rinovim të sasive, se Maqedonia i plotson ato standarde në kuadër të asaj që është e nevojshme në situata krize. Po nuk besoj se ne duhet të vim në ato, do të vim në si rrethanësh. Mbas të asaj, siç e njohim ne, kanalet e rrjedhjes së mallrave, se nuk është vetëm një kanal. Ka shumë kanale rrjedhëse që nuk do të ketë ngecje të rrjedhjes mallrave.